deri se 5 vjetor, si pas atinve, bota krishtere, e cila lingjet nanën e Perëndimit, apo kisha e Perëndimit, e feston si pas atinve, lingjen e Isait a.s. që ato, pas 3 shekujve apo 4, e ja bashkan gjithën dhe thanë, se është biri Allah, edhe ata e shpallën Allah, edhe ata e banën Zot, edhe ndryshun besimin e tyre, ndërsa kisha e lingjet e feston dijavë mas, parapërsisht dijavë mas, lingjen e Isait, apo lingjen e të birit Zotit si pas atinve. Për këtë arsye vllai i dashur musliman, a nuk ka nevoj që musliman sot mund dal me këta dhe me ditë prej kakamet kjo, ka ardhe kush e ka festu, ato vërtet Isai a.s. ka linë këtë dalë, për arsye se më të ngat me Isai nuk ka popull se na, për arsye se prej pjesës e besimit ton, është me besu Isai a.s. që ka qenë se nga meri Allah të ta, i cili ka të lindën prej një nane pa baba, që Allah për nga mer e ka bo, a i nuk është i vdekur, po është i ngritën në qilë, kur i ka mushtra se pri vjetë, pas për nga meri sasem ka thonë, a i ka me sprit një dit, dhe a i ka me mit dhe gjallit, edhe 7 vjetë ka me jetu, ka mi bon 14 vjetë gjithë, edhe kështu është pjesë e besimit ton, është me besu Isai a.s. A i cili nuk e beson Isai, si pejgamber të Allah, a i nuk është musliman edhe me i besu kejt pejgamber të Allah në ta. Për atë hadithin që e transmeton Imam Bukhariu dhe Muslimi nga Borera, ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa që di me këta njerëz të cilët mburën dhe krenohen me festimin e lindjes së Isait, sa wallahi, sa une jam më i afërt te Isai se këto. E pyetën pejgamberin sa sem dhe Isait, si o pejgamberi Allah, i e më afër Isait alayhis salam, sa për arsye na pejgamber të Allah, sa e kemi një burim, edhe me qenë se nanët i kenat ndryshme, edhe me qenë se nanët do me thonë, sheriatët ndoshta i kena ndryshme, programët dhe regulorët mund me pas ndryshime, në çështjet e besimit jemi një, gjithë kemi thinë në besim një Allah, gjithë e kemi thinë besimin në fen e cila e vetme është e pranum të Allah s.w.t. E vetme e pranum të Allah, e ajo është Islami. Për këtë arsye Allah në Kurani Kerim e përshkun di ajetën në Kurani Kerim, kur Isai a.s. i tha shokëve të vetë dhe i tha, men ansari ila Allah, kush janë ato që cilët do të ndihmojnë rrugën e Allah, qala al-hawariyun, o përgjigjën shokët e Isait a.s. Tha nahnu ansarullah, amanna billah, tha na jena ato ndihmues që cilët do të ndihmojnë dhe në pikën e fundit këtë din, ka thonë dhe dëshmo se ne jemi musliman, ka thonë dhe dëshmo se ne jemi krishter, ka thonë washhad bi anna muslimun, tha dëshmo se ne jemi musliman, e vetëm fe e cila është e pranum të Allah, është Islami. Për këtë arsye këta pralla që i kanë shpik pas ngritjes Isait a.s. nuk të kanë bojnë të vërtetën, pa atë pejgamberi sasem tha, yushiku an yanzila fikum Isa ibn Maryam, tan afër është me zbrit Isa i birit Mërjemit, a din ta çka do të banë kur do të bresen tokë, ai do ta mbush dunjan me drejtësi, ai që do ta mbyt derrin, dhe ai që do ta fen, ai do ta fen kriqin, dhe nuk do të pranon prej njerëzve vetëm Islam, nuk do të lejohem me jetu që të din. Pas Imam Bebiu, kur e përshkun Isai a.s. tregon se shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i fundit që do të vdese është Isai a.s. Për arsye se Isai a.s. pasi që do të brese, nuk do të brese si pejgamber, po do të brese si xhamat i pejgamberit sallallahu. Edhe argumente është shoku i pejgamberit sallallahu, i cili ka vdekën do të vdese i fundit, se pejgamberi sallallahu kur unë gjithë në qiell u taku me Isai a.s. a prej kushtave me qenë sahabi, apo shoki pejgamberi sallallahu, kushti është që me u taku me pejgamberi sallallahu, me besu ata dhe me vdek si musliman. Këto kushte i përmbush Isai a.s. Për këtë arsye kanë zbrit shumë ajete në Kurani Kerim,
që ka thonë Allahu subhanahu wa taala, la nufarriqu bejna ahadin mir rusuli, ne jemi ato që nuk bojmë dallim dhe i besojmë gjithë dërguarit e Allah. Për këtë arsye, nëse duhet dikush me festu, edhe nëse a realitet dhe vërtet, se Isa në këtë datë ka lind, do ta kishni festu në atë parë, për arsye se na jena më afër Isait a.s. Aja është në dinin tonë, aja pejgamberi jon, e aja pjesa e besimit tonë, që mos me besu ata nuk jemi musliman.